sinjal nervave, e shikoj trupi nuk po funksionon nga mërzitja. Janë aq gjatë në pirsa, kanë ardhur vetë, më erdhën vetë në live-in që ditën e parë. Më tha po vinë Londër takoj. I kam dentur 5 ditë nga mbrapa në Londër vetëm që mos ishte vetëm, e kam respektuar në çdo vend, edhe për juve që se dini, unë i pagoja gjërat në Londër. Nuk e lija të paguante asgjë në Londër, se nuk jam rritur unë ndjek njerëz për lekë për këtë. Unë thjesht vetëm doja ndryshoja jetën për më të mirë. Amallah. Nuk e kam problem lekun, unë 5 pound, 10 pound e ndaj. Dhe e si njëri në uria, o shlari. Po, unë jam rrit me tradita, me norma, me burrat më dhenje, me burrat mirë. Kur ne eftojmë një njeri në shpinë tonë, nuk e lem rrugës, edhe provojmë marrim policin t'i bëjmë denonsime. Ju jeni gjak pirsa best friend. Ata janë mëno që katrojnë të tali, shka i bëta thot vlaja, su në di kompleti sërin, e di gjenin, e që po ben, e reklamën që po ben ato vla. Mora avukati në Dubai më tha, je me fat se ke 24 orë dhe 48 orë sa të bëjmë procedurat. Ka marrë avionin e parë, jam në fund të botës plaku. Po e di vla. Orën e Shqipëri, këtu jam me orën e Shqipërisë. Këtu është ora 10 e natës, tani është ora 10 e natës, jam fund botës. Vetëm që t'jemi lirë, mos t'jem burg, se miku tërë jeta burgjeve. Po juve njës të litë më ftoni mua. Edhe këte që i reaguar të adish për njëra dhaut, ta ka dhenë mundësin, ka dhenë menjen, edhe rrugën për të zgjellur, se vetëm të nëzim që kanë bërë ato plenë, ato bëqira, pa të do hajët 6 mujtë e një vit burgesh, se unë e di ligjin Dubai. Po provonin të fëstin burg për një vit. A jam unë, qa është kjo? Të ftosh njëri unë shpinë tënde dhe ta izolosh në burg në shpinë tënde? Pa kjo që i duhet them. Pra ne po them se unë... Të dalësh e tregosh burnin tënde, të tregosh me qa burni e jetia, të dalësh live me Fatmir Recicën. Fatmir Recica unë nuk njifja, po kur studiova për ty, kisha respekt maksimum, kishe luftuar tëra të luft, e le një njëri të minjoroj baban ramet past. Ti je musliman, vla. Jeni musliman. Qyshe li një njëri të shajet nga baba i vdekur. Babaj është në botën tjetër, në xhenet, inshallah. Qofshin me ata që kanë ikur. Boti xhenetit, Allah. Se ata janë pa din, janë pa iman, janë pa fe, e adhesat kapele në shalli që ban kokaj. Por, që mbrel më tepër, mu mbrel, se unë kuptoj stresin që kjo vla, e shof gjenin që po thua, nuk e komandoj do të me trupin, të lutë më guq, si vla, si plak, të betohem. Ka thuar trupi nga mërzitjet e nga streset, ka filluar nervat e trupit nuk po punojnë vlla. Nuk punojnë nervat e trupit, aq shumë ka mërzitur. Mirë mua, po ka filluar mamaja, ka marrë vesh mamaja ime, vetëm një mama më ka mbetur në këtë botë. Burrat e shtëpisë, me ikën burrat e shtëpisë. Ka filluar mamaja ime të ndjeki tani live TikTok, mendon ças po i ndop djalit? Ja, kjo është mesazhi më i bukur, edhe gjë një fjalë vogël. A ke gjurat fjalë që thotë bisha më të tërbuar që shkatron trupin njeriu është nervi dhe stresi. Të lutem goç që të thotë se na ke gjithve krateje. Je njëri që do të gjithë Shqipëria. Jemi gjithë krateje. Mam, e di që më ndjek mam. Mam, mos u bë merak, po jetoj jetë luksi mam. Kam filluar po brev çdo cep botës. Për Allahun jam duke buzëqeshur në zemër. Bravo qoftë, ke mesazh. Po jetoj jetë, mam, po jetoj jetë sikur jam aktor filmin, çdo cep botës po vete, jetë luksi po bëj. Kjo është kërësorja. Është mesazhi më i bukur që jetësot edhe mama jote. Kurse për gjëra tjera, e ke gjithë shqiptarët, gjithë betohem o guqisë, se ne e shohim, e po diskutoj për punën tate, e po bëjmë çmosin, edhe ato plerat do bien poshtë, aq lart sa kanë qenë, do bien fund shkallëve ato njerëz. Do të tregoj kemt e mia plaku, i kam kemt çara me gjatë, vlla. Kam ecë, kam luftuar 3 ditë vetëm duke ecur. Ma çalloj që unë jam rrit mërgimit me vërtet. Kam jetuar vetëm 3 vjet në Shqipëri. I vajta në Shqipëri kur isha 3 vjeç, dola nga Shqipëria 6 vjeç, jam rrit mërgimit. Po unë jam rrit aq larg që unë e di nuk ftohet një njeri në shtëpinë e tij, e braktis rrugëve. Provon ta denoncosh ta fusësh në burg, kur nuk e kape do ta fusje në burg, paguan lek njerëzve që ta rrafin, ta bëjnë çat bëjnë. Çau mesazhi jep ti njerëzve, o Sami, o Klevio, o Alex Visha. Qa mesazhi jepni njerëzve juve?
Edhe pastaj dilni bëni GoFunds gjas me juve, po ndihmoni popullin me GoFunds. Juve po fusni lekët e popullit në xhepe, po mashtroni popullin. Kjo është që po thëmë unë që unë e di çdo veprim që bëjnë, çdo bamirësi që bëjnë, ta ngjojnë edhe populli, se unë e kam thënë live. Doni të bëni bamirësi, ja ku e ke një njeri sinqert apo. Jo, Bëni vetë bamirësi. Juve që keni qef bëni bamirësi. Qa nisni lek njerëzve? Ikni bëni vetë bamirësi, ik te xhamia, dorëzo lek te xhamia. Ik te kisha, jep lek te kisha. A do të bësh bamirësi? Pagu lek te kisha, pagu lek te xhamia. O ata kanë vjen lek të bamirësi, së vla, që japin 100 euro, ato 10.000 shpenzojnë, 90 i fusin xhep. Nuk është bamirësi ajo. Unë e di historinë komplet tyre, o vla, po gjithë mesazhi im është që ti mos sa shkatrosh atru në nevin e se si ke, edhe mos e ndekur që je vetëm. Ky është mesazhi për mua, Flori. Plaku. Të na dhem shpirtin që edhe për ty. Doli ajo goca Bela, se më vjen zor, po flas, po përmend gocat e shtëpiave të tjera. Më falo zot, po bëj gabim, po. Doli ajo goca Gjasme, nuk donte të ekspozohesh ajo në rrjete sociale. Para 2 ditë, ajo goca sa me zi pristet postonte video me mua në TikTok. Pa, ato kanë interesit, ato luftojnë vetëm për andjet, se janë njerëz që janë interesuar Baseku, jo mas ftyrës, mas Boris, mas karakterit, uqe. Tash me kuptojmë gjithë. Ajo, edhe sigur tash ato vendoje, ajo mjaftohet të gjithë dhe diçka me ty, vetëm për andjet. Janë të shfrytzuar gjithë, po them atë historinë tjetër të state, unë pranoj Plaku nuk flet asgjë këtu, për jetën time personale, se di gjithë kush është Plaku. Pranoj nuk kam hyrë shumë live me ty, se do thoni ka hyrë për famë me Gucci. Por, Plaku, të ka marrë vetë, nuk merë vetia. Ja, pa nesëm, kupta ku duhet darë, pa ne nuk kemi hyrë shumë. Unë nuk kam audienca, zotja di fare, ja di të reqe për ne kujdo. Por, unë e kam hyrë për ty, për dhe një mesazh, për të kuptuar njerëzit nivelin që puqe me një tjetin. Unë e kam thënë me zemër. Jam duke jetuar jetë luksi, mam. Kam bajt çdo vend botës, mam. Ajo po, ajo bravo qot, ajo mesazh me bukur, ta leco shpirtin e nënës. Ajo po, bravo qot. Sa ajo është e vetme që qanë në shpirë. I tjerë më rotë të bebarët. Mam, po thonë njerëzit jam luan. Ashtu jemi të vërtet, jo la, të kjo që të dërguan, ashtu jeti. Jo, bev zoti e dha gjithë të njëzë që më shtesin. Jo, bev zoti... Nuk i harroj fjallët, mam, nuk i harroj që ishë më thua e gjithmonë e mbaj mend, të do maj ka shumë. Kus po brev, tërë cepet e botës po brev, mam. Në çdo vend botës. Kam takuar njerëz më të mirë. Mendova se ne shqiptarët ishim vetëm. Jo, mërë, atë... Po takoj njerëz që i kam njohë 2 minuta në ndihmoj. Bravo. Wallahi e di. Mam, po jetoj jetë luksi. Fandet, se më emocionua dhe modë. Anë gjitha ty e njëzë që më shtesin, gjitha ty një që duan e të respektojnë, se e djallë që i meritohë vla. Anë sa mos e ndje vetëm, asë një në botë. Gjithë njëzë që janë tu, gjithë janë dhejësit tu, motrat tu e familja jote. U guqë. Faleminderit Plak. Gjithë jemi një familje. Ne kemi menoj për njëzë si ty, jo për plere, e mashtru, sa ju i trikanda. Gjithë njëzë që duen të respektojnë janë familja jote. Ka ne sa mos e ndje vetëm, o vla. Doli Klevjo, duke më share, duke fend, jo do të rafin. Ishit 7 vet aty isha vetëm. Kur më urrenit kaq shumë se s'bët veprim. Dole duke qarë live, o Klevjo, s'vjen turp, je gangster, qaje live, pyesje lypsje për lek live, o lypsa. O lypsa. Ju jeni lypsa, vivni lekun e popullit, e ju budalejnë që i jipni nuk di qa t'i fëras. Del Sami aty më shanë baban Ramet Past. Ti se njifje baban tim, baba im ti kishte pre vesh t'ishte gjallë. Pa për zotin. Pa ku nuk kanë ato që nuk gjithë. Dole aty më falë Plaku se të ndërpreva, nuk jam ky djali pa kulturshëm Plaku, më falë shumë. Del Klevjo aty ja, Klevjo Serbiano, ju lutem ndihmoni më rrafën. Hiqni dënanësimet, nuk mund t'jesh gangster e spiun. E do të bësh bamirësi. Hiqni dënanësimet.
Po me këta jetojnë në gushta, me këta jetojnë. Me pizziqe. Kam fajre këtaja, kam fajre juve njerëz që i punësoni e u jip një vlerë. Dalin aty, bëjnë bamirësi gjasme, nxjerrin video duke pirë ujë e gjerash. Pse i jip një rëndësima, një ikni qënit e xhamia atë lek, ose qënit familjes tuaj atë lek. Jipja një kishës, ikni në kish, jepja priftit atë lekun. Pse ja jipni këtyre? A ta themi gjë guq, se unë e kam thënë edhe live, ta themi gjë, bamirësit që është duke dhe ne, a i ka marrë 90% i ka punë gjep, edhe lekë që i ka fituar, i ka shpenzuar me kurva në lokale nate, duke bërë dhurata kurvave, që ta di gjithë këtë kushët së thami, ati, se unë e di komplet. Historinë e tje, më falë, pyes diçka vëlla? Me pyet me gjithë zemër, pse jo? Duhet më mësosh në diçka se kam filluar të harrojnë qik nga mërzitjet e streset, vetëm duhet ma kujtosh. A mban mend ka qenë një histori që ishte njeri më duket nga Franca, edhe këta ishin 4-5, ishin grup hajdutash. Edhe kryesori i hajdutit nxirte tufën me lek, e mbante kaq tufën me lek, edhe u foshte hajdutave tia, skuadrës ti, bandës ti, i foshte një për ty, një për mua. 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 Kur shikojnë ata e kishin dengun kaq ata ja. Kurse ky dengun kaq. Po normal se ka marrë në gjithë se cili aj. Ka marrë në gjithë se cili. Një për vete, një për tjerë. Kush ishte ai? Ka qenë historikisht ky njeri vëlla. Është histori e vërtetë, kam qenë unë atë. Se mbaj më ndemrin, prandaj të pyeta pla. Sa i mandi e për sot. O, goqot. O, hej, ato vdeshin dhe ato njerës që nuk duan ty, olla. Zoti u marrë shpirtin ato njerës që nuk duan ty, betohem. Zoti mos i sprovoh çuna. Për rinia, vlezit e vegjël, rinia. Shikoni qa jam, ku kam përfunduar, jam fund botës. Mamaja më ndjek në këtë platformë, nuk e di ku jam. Familja më ka ikur burrat e shtëpisë më druan jetë. Jam vetëm i sulmuar e prap nuk po dalë të lyp lek, se nuk më lek kjo. Je pjesë e familjes sonë, në gush, pra ne po të nuk je vetëm, gjithë këto njerëz që duhen të respektojnë janë familja jote, vëlla. Janë familja jote. Gjas me kërkova unë 100.000, gjas me i kërkova unë 100.000 euro juve. Unë të doja të kërkoja lek, dilja këtu, thoja ju lutem, jam i smur, më hap një GoFund, o të lutem, më hap një GoFund, më ndimoni. Ju e pat edhe me atë gruan atë natë. Të lutem ndimofa, për Allahun vetëm 5.000 lek që kisha, ja vash Klevios, i fash nisja kësaj grues. Allah ta shpërbleft çdo të mirë që ke ba, e Allah ta shpërbleft me zemrën që ka, e Zoti i vraft edhe ato me intriga që kanë. Ti je sigurt që ka përdetin më Zoti i vraft. Më spiononi, më keni filluar të më spiononi, hiqni denancimet. Keni filluar të paguajnë lek, paguani lek njerëzve të mbajnë demra. Për qa vlla, qa ju bëra? Qa ju bëra? Se juve erdhët tek unë. Ju lutem mu largoni. Ato kanë ardhur këty se i kanë parë vlerat që ke, edhe këto janë ato negativat që duhet shfrytëzojnë sinqeritetin, e burrin, e sedren, e historinë tate, o vlla. Unë prandaj nuk del plaku tu se vinin pyesin ato goçi për historinë tate. Se njëjta gjë do më ndodhi edhe mua, si ty. Ato që m'njohin, ato që e din plakun e din. Kam histori shumë të fortur. Ato nuk e din Araku se është plaku, po plaku për gjithë. 28 vjet burg ka bërë. 10 burg e shikoj si duket në fytyrë, akoma me buzëqeshje. Në islam e farasin nur, ka dritë në fytyrë. Shiko fytyrat e këtyre tjerëve që jetojnë jetë luksi e jetë milioneri. Nuk i vin dot afër këtij burrit. Shikoja një fytyrën e Samit, fytyrën e Klevios, fytyrën e Alex Vishës. Shikoja një fytyrën e tyre, e shiko fytyrën e këtij burrit që ka bërë 28 vjet mbrapa derës. Ose shiko një fytyrën time vëlla. 16 vjet burgjeve sistemi. Inshallah që e fytyrën kujdo. Shiko fytyrën e Alex Vishës, fytyrën e Klevios. Shiko fytyrën e Samit. Shiko fytyrën e Belës, vetëm shikoja një qa lloj hivërimi ka në fytyrë. Shiko fytyrën e plakut, 28 vjet burg, pa lek, pa asgjë, njëri i thjesht, si unë. Këta janë milionera, e shiko qa gjatë pirsa ngjajnë fytyrë. Janë më goç milionera, pa ato miliona që kanë ato nuk e blejnë vlerat që kemi ne, o vlla. Nuk e blejnë dot vlerat tona.
Nuk kanë forë si ta blejnë. Ne jemi me pasurinë ato. Se pasuria në shpirti që kemi. Plaku më falë se po hase, këtu është ora 10-eve, kur hapshu në një... Ty të bëvë Po që ka ha me një kampin që të liki angthi, se më largohet stresi e mërzitja kur ha. Po është ora 10 e natës këtu. Ty të rujzot i vlau në hyra thjesht për një mesazh që për të thënë që gjithë të njerëzit që ke këto janë familja jote e mos u ndje vetëm, o vlla. Kaj duhet të them. Edhe harroje lëre stresin, sa ajo po ta shkatërron dhe trupin, stresi e nerva që ke. Nuk Kam filluar nervat, jam në një shtet që s'njoh as njeri. Kam filluar sinjali trurit nuk po punon me nervat e trupit e nuk di ku të vete. Nuk di ku është spitali. Nuk kam besim të vetet e spitali, nuk di ku të vete, jam në fund botës. Më prut në shpinë tuaj, o njerëzit e mi, o shqiptarët e mi, më quat me denancime, paguat lekt më bëni dëm, vetëm se s'doja të pranoja unë qa ofronit juve. Unë doja të vija në Dubai, o vlla, Dubai të merja. Unë doja të vija, jemi përgatitur gjithë. Kishim den të plazhit tërë ditën, kishim den të plazhit, kishim falur namazet, kishim hecur shëtitur, kishim marrë dëve, po ata vetëm do kishim provuar na spiononin, se janë spiuna. Sa është në një gjatë tjetër t'i përrasësh, spiuna janë. Nëse nështë ka shumë njerëz që duhen të hyjnë në Guçi të respektojnë. Unë Po i pranoj plaku, faleminderit shumë. Jo, pranoj se janë gjithë pjesë e familjes tate. Janë gjithë familja jote. Pranoj gjithë se cili që do ty, se çdo fjalë atyre është korajo për ty, o vlla. Jemi me ty, duam shumë, edhe beto të duam më tepër, mund të them si vëllezër e mi, kam 3 katët për mua. Edhe respektoj familjen. Nuk kam vlla, po faleminderit. Faleminderit shumë plaku, ajo diçka më ngron në zënë. Unë po dal të jap rradha dhe tjerëve, edhe respektoj të familje që duan. Respektoj të familje, vlla. Të lëm rradha dhe tjerë, dua shumë, edhe nuk je vetëm. Kalosh mirë, Flori. Gjithashtu plaku, faleminderit. Qa rri këtu klevje duke më parë? Shko andej, bënë një gjatë tjetër, qa do këtu? Dija si djal me vlera, kisha respekt për ty klevje. Dalë shtit më shash mua ashtu. Qa ke e klevje, qa do këtu të platformi imo? Qa do të platformi im që më shikonet klevje? A mos je gay? A mos je ashtu që frasin ata, be qef, ke qef të shikosh quna? Na. Përshëndetje, vëlla. Përshëndetje. Si e kalove, si e më shëndet? Oh, prap ti je? Si e kalon, a e mirë? Mirë, ti je? Mirë, mashallah, mirë je beshëtit. Ka arbuzeshja je mirë me pozitivitet, avash, se këtu ka shumë probleme, ka shumë, ti këtu ka është virusë, vëlla, kem kalu para të jetë. Faleminderit tim. Fut të ndrejtare o Guç, je djalë shumë i mirë, je shumë pozitiv. Vazhdo kështu si ja ke nis. Mos u nikon nga disa komentues se këtu gënjen shumë, po thoshin edhe parmramit noise, a kupton? Kur mos Vin më shkruajnë, o Francesc, më shkruajnë noisy. Po pra. Edhe unë jam tip që i pranoj tërë njerëzit. Prandaj kam thënë, nuk flas më më mirë, kush doj të futet me mua në live, kush ka qef të futet live me mua, u i kam hap requestet, vetëm nis në request. A do të tregoj vaju ty diçka? Ti ndoshta edhe ke njek, ndoshta nuk e di, po unë kam shumë vite, s'kam po 4-5 vite në TikTok, po Noizi merret me art, nuk merret me shoh njerëzit të vëlla. Ai merret me art, ai ka hy këtu. Nuk duhet flas fare vëlla, nuk duhet flas për noizin për asnjë. Jo, Francesc, lutem. Nuk duhet flas për noizin, nuk duhet flas për asnjërin. Kush tjet, nuk duhet mos më përmend emra Francesc. Kush doj, requestet e mia janë të hapura. Kush ka qeft, vi vet. Fix drejt. Ai ka bën si jet me këtë platformë, nuk hyn më o Guç. Francesc, po të lutem. Mirë je mashallah, kështu mirë të kje që të sua pak, më bëhet sjefi.
Më bënë si fëqia që të sua, ti kalove mirë se të kam pa atje në aeroport të kem njek, vazhdimisht. Por, me setësi, se këtu ka shumë stres, ka shumë intriganta, ka shumë, këtu është gazetja, kuptën. Këtu të shiten se njerëz të mirë, ma në fund të dalin. Sami, ato 10.000 euro që më dhe në fillim, kur ti bëj ato lek, do t'i kthej mbrapsht. Të kam borxh 20 luana, inshallah kur ti kem, do t'i nis mbrapsht ato 20 luana. Nuk dua asgjë nga ty nga juve unë. Me dhe 10.000 euro në fillim, të kam borxh 10.000 euro, inshallah kur ti kem, do t'i nis. Do t'i nis 20 luana, edhe të lutem juve mu largoni. Faleminderit Francesco. Bina kelmendi për shmetje. Mirë o goç, respekte, faleminderit, të rujt zodhi, Allahu, kalësh bukur, respekte. Vetëm Requestat i kam të hapura, kush doj nisi request. Nisni request, kush të doj më nis request. Mos më shkruani emra, mos më komentoni emra, kush doj të futet live, requestet i kam të hapura në live. Oh, hello. Hello. Hi. Hi, you're right. Mirë, tia? Mirë, faleminderit të që. Çka bona? Shqiptore. Okay. Shqiptore, but I live in London, innit? Yeah. Më falë një sekund. Hello. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, faleminderit që. Jemi që po kaloni sot, Gucci edhe që pas ka në të më falë? Oksa? A qika Qa ka Oksa? goca? Qa ka goca, Aksa? Aksa vun nga paraliza cerebrale. Remi, do t'i ja u letësoft, inshallah. Inshallah, faleminderit. Ti mund ndihmoj, më falë. Mund ndihmojnë që në TikTok, por i live. Let's do a match and then people can gift her, innit? A, doni të lozin loj që ti nisin vurat. Po pse e bank këtuja nuk po të marrë vesh pse e bank të gjak këtu kur mund, se TikToku të merr 75%, ti mund të ndihmosh gocën me shumë mënyra më të mira. Ka më shumë mënyra që ish mund ndihmosh gocën ti. Se di, neve na kam përkra njerëz, na ka përkra vllasomi edhe plot tjerë, kështu që na vazhdojnë na me nejtë në live çdo ditë nga pak. Faleminderit shumë njerëzve. Po mirë pastaj, kur ka përkrah Sami, ikte Sami, qa do të unë.